si mendoni? Ju përshëndes, shpresojmë që do të mundohem ta e përmbledhim me ashtu si duhet që ta kuptojmë edhe opinioni edhe ajo media që ju e përfaqësoni. Unë mendoj se mbrojtja e Thoqit në Hog apo shmangja e përgjithësisë është e kotë. Shumë arsye janë këto që e flas me këtë gjuhë, jo për me fajsu diken, por për me tregu në realitet. Nëse Thoqi e mendon se është i pastër, duhet të ecim me kokë lartë sepse ka bo luftën për Kosovën. Dhe çdo njeri që i bën luftë për atë dhe, duhet me kokë lartë. Unë mendoj, mendimi im është se gjykatën që vetë Thoqi e ka nënshkruar. Mendoj kështu, e ka nënshkruar atë gjykatë dhe nëse historia do ta mojt mend si njeriu që tratoi sakrificën e popullit është vetë Thoqi. Për mendimin tim në Hog Thoqi mund të mbroj vetëm mendimin tim, në flas mendim kështu personal, jo Thoqin, por se cilin mund të mbroj vetëm pastërtia e tij. Po ju mendoni, nëse ai e din që është i pastër, për çkafit ka me u friksuaj. Mendim po flas atëre. Prandaj nuk duhet të friksohet nëse është i pastër dhe gjykata nuk i ka marrë njerëz me i dhunua aty, po me shpërfaq pafajësinë e tij, nëse ai nuk ka ndonjë faj, gjykata se besoj se gjykata ndërkombëtare bën ndonjë hakmarrje, ashtu të thamë. Edhe mendimi jam është për këtë gjykatë, unë nëse më kish pyet mu dikush, kurse kisha bën këtë gjykatë. Unë më i parë nuk do doja të ndërtohet se unë që isha kundër kësaj gjykate, ishte edhe VV-ja, ishte tonë i krejt populli Kosovës. Nga se nuk dëshironim të zbulohen maskarallaqet, tradhtit, vraset që ka kurdisur shqiptarin ndaj shqiptarit. Po kush janë këto që ju thoni që janë kurdisur shqiptarin ndaj shqiptarit dhe në gjykimin tuaj, Thaçi ka gisht në këto? Ndëgjoj. Unë nuk e tham, po këte e kanë thonë shërbimet e këforit e Uleksit. Dhe i kanë nxjerrur 100 herë në media jonë si grupe, si rrjete kriminale. Dhe si pasojë e këtyne, mas lufte, po flas për çka ka ndodhur, mas lufte, janë vro dikun 600 njerëz djem nonave. 600 djem nonave shqiptari janë vro pas lufte. 106 aktivistë LDK-s. 116 antar të QK-s. Ata që kanë mendu ndryshe dhe që kanë mendu që oponentë politike rrezikojnë, ata janë vro. Ata nuk ju normi vro Serbia këtu, ata nuk i ka vro asë në reja këtu nga Qilli, janë ta djemë që gjithmonë edhe gjatë luftës i kanë etiketuar si ju jeni tradhtar, ju jeni kolaboracionist me Ibrahim Rugovën, ju jeni Ibrahim Rugova dhe ju jeni ata që po dojnë me Amerikën, po dojnë me shqip Kosovën, dhe këto ishin ato, para ta vrojmë Ibrahim Rugovën se sa Miloševićin, këta ishin ata djemtë e komandantave, ata zona, nuk do të thotë që janë gjithë. Por Thaçi thotë që ka qenë vetëm për fajsim politik. Po dëgjoj, po ai që i ka pri këty në vallave, është Thaçi, ka argumente që u shku në Duka Xheni e ka thirrë edhe ministrin Krasniq që kemi morë vesh me juve, ka thirrë edhe Tahir Zemën, edhe i kemi morë vesh me juve, pse gjoja nuk e pa kërkun në botë, nuk kam një pse e vret njeri ushtarin pse po të me liftu edhe unë për Kosovën si ti. Dhe kjo janë argumentet që Thoqin edhe grupin e tij e kanë dërgu vetë në Hog.
une as se kam dëtuat gjukat, as se kam qugishtin për kundrazi, as Kosova, as Veveja s'ka dosht, ka protestuar Albini me gjithë partinë e tij që zvonë kjo gjukat. Moni, edhe Recep Selimi, moni se na myt me këtë gjukat. E kanë vendos këta, e kanë qu këta. Arsyeja pse s'kum dashur me qu, se s'kum dashur me i ndëgju bota, marrinat që i kanë ndodhur mes shqiptarëve. Në qoftë se e ke përcjell gjukatën në ati qalit aty, vrasin që shka bon e qaj kanë bon, e kanë marrë njerin, i kanë urinu në goje, vrasane. Këto janë poshtërsi që i banë shqiptarit, nuk është ditë kur, shqiptarit nuk i kanë bon këto. E ka vra njerin, i ka thonë, ja ka dhoj plumë, ka thonë në pështof, zotit e të pështof, su merë me taj. Ta kanë bon tortura mbi ata që ju ka punen politik. Dhe në unë s'kum dashtë, edhe sa dhe më pytë mu, sa dhe lëshaj. Sepse na kanë etiketu edhe si kamp, edhe kanë etiketu UÇK-n, se UÇK-ja nuk u ka në tyne, UÇK-ja është vetë populli, këta janë individ. Ta nuk janë UÇK-ja. Ky e ka morë barën e UÇK-s dhe po mënohet mu shfajsu për mes njerëzve që tash po dalin që kuna me kontë pagun. Nuk e di si mundet me qëndru një realitet, kur në kohën e Xhems Rubinit, si dëshmitar që na ishte në, u formu gjykata, edhe prokurori i kësaj administrate, në kohën e Rubinit, i ka fut thoqin burg. Jack Smith. Po, e ka fut në fund, po, e ka fut në burg. Do më pej 2018, më sa di unë ashtar edhe kam veç e di dikun, e di dikun që për 2 vjet e ka hetu dhe e ka fut në burg. Amerika e ka fut në burg se këta s'kish mujt kërkush me shti në burg. Amerika e ka fut në burg për veprimet që i kanë bo, që i kanë vra pro-amerikant, njerët LDK-s, i ka fut në burg që i kanë prek projektin amerikan, Kosovën të varur në shtet, i pavarur në demokratik,